Georgios Seferis, nobelist I arshëm grek, viti 1963, mbërriti në Korçë me 17 nëntor 1936 I emëruar konsull I përgjithshëm I mbretërisë së Greqisë. Në Korçë qëndroi gati 1 vit. Pavarësisht se ky transferim cilësohej si I disfavorshëm, Seferisi e përshkruan Korçën me përkushtim, rrugët, dëborën, ndjen dashuri dhe admirim për njerëzit e thjesht korçar. Seferisi ka lënë disa fotografi të shkëlqyera të bazarit të Korçës dhe e përshkruan atë me ngjyra të ndezura dhe gjithë jetë. Seferisi mbante marrëdhënie korrekte me autoritetet e pushtetit vendor, shkëmbente vizita të rregullta në raste festash me ta. E përshkruan Tiranën dhe pazarin e tij, gjithashtu me ngjyra të ndezura, ndërsa Krujen e shikon si një folesh qiponjash në faqet e një kodre, si një fshat piktoresk, si bazë të operacioneve të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Seferisi ka lënë 88 letra, drejtuar së dashures së tij Maro Londu, e cila më vonë u bë kruaja e tij e jetës, ndërsa qëndrimi I tij në Korçë karakterizohet si I begat në krijimtarinë e tij poetike dhe eseistike. Në maj të vitit 2006, Instituti I Studimeve Ballkanologjike IMHA e Selanikut dhe Prefektura e Korçës organizoi një simpozium në kujtim të nobelistit grek. Është një intelektual I shquar ballkanash, I cili me qëndrimin dhe punën e tij në Korçë u miksua, u dashurua me qytetin e Korçës dhe u shpreh në fund kuriku me fjalët më të mira për këtë qytet. Seferi konsiderohet një nga ditërmbajtësit më konsekuent, një nga letërshkruesit më të palodhur dhe natyrisht një nga vlerësuesit më objektiv nga diplomatët grek të cilët kanë punuar me konsekuencë të lartë për 40 vjet në trupin diplomatik grek. Dhe mendoj që për Korçën ky është një fat I mirë, sepse gjykimet pozitive për natyrën, për mentalitetin, psikologjinë e Korçës I bën një diplomat I cili është fituesi I çmimit Nobel. Prandaj, mendimi im modest është që ndoshta Këshilli Bashkiak I Korçës, një rrugë që është afër konsullatës mund të jepte emrin e Seferisit, sepse është në ndërimin e Korçës që një nobelist I tillë, I përmasave të Seferit, vjen këtu, bëhet mik, dashurohet edhe ikën me përshtypje pozitive për këtë qytet. Seferi ishte një njeri objektiv, ishte një njeri me sens pozitiv, ishte një njeri I cili do të jap një pamje objektive të vendit ku ai punon dhe ku ai shërben. Prandaj, gjykimi, cilësimi dhe karakterizimi I njerëzve që janë marrë me jetën dhe veprën e tij është ky, që Seferi ka qenë një poet I ndjeshëm, zemërgjer dhe një diplomat skrupuloz, objektiv dhe tepër qartëtor. Konferencë më shumë është të vim në kontakt ata që janë të Selanikut, të merren me këto herë të Ballkanit, me Universitetin e Fanolit, edhe të kemi kontakt të parë me për Korçën, se instituti tonë kishte kontakte me Tiranën.